5 ditë në det pa ushqim dhe ujë, 2 peshkatar mbijetojnë mbi një frigorifer pasi u mbyt varka. Një operacion kërkim shpëtimi ka përfunduar në shpëtimin e 2 peshkatarëve meksikanë, të cilët arritën të mbijetonin për 5 ditë në det të hapur pasi varka e tyre u fundos. 2 burrat, 53 vjeç dhe 32 vjeç, ishin nisur nga fshati Paredon në rajonin e Chiapas me anijen e peshkimit Camaronera. Ata kishin dalë në det për të peshkuar, por një ditë më vonë humbën kontaktet dhe varka u mbyt. Të mbetur në det të hapur pa ushqim dhe ujë, 2 peshkatarët u përballën me kushte të vështira për mbijetesë. Në përpjekje për të qëndruar në sipërfaqe, ata përdorën një frigorifer portativ si mjet lundrues. Frigoriferi u kthye në të vetmen mbështetje që i mbajti mbi ujë gjatë 5 ditëve, deri në momentin kur u lokalizuan dhe u shpëtuan nga ekipet e kërkim shpëtimit. Rasti ka tërhequr vëmendje në mënyrën e pazakontë se si 2 peshkatarët arritën të mbijetonin pasi kishin mbetur në det pa furnizime dhe pa një mjet lundrues.